8 maj, një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme për opozitën shqiptare dhe për shqiptarët. Ndaj dhe njëherë në mënyrën më të vendosur. Ju bëj thirrje që çdo minutë, çdo orë t'ja kushtojmë përgatitjes së këtij akti të kryengritjes paqësore të 8 majit. Si mesazhi më i rëndësishëm që ne u përcjellim shqiptarëve në kushte kur përpiqen me të gjitha mjetët t'i dekurajojnë. Përpiqen me të gjitha mjetët të mbjellin terror në grahmat e fundit. Të dëshmojmë se ne nuk pranojmë kurrë Edi Ramën, qeverinë e tij si të ligjshme, nuk ka asnjë legjitimitet për shkak të zgjedhjeve që ka rrëmbyer, për shkak të vjedhjeve me të cilat është kap. Dhe të provojmë se ne jemi zëri i ndërgjegjes shqiptarëve dhe jemi forca kryesore, integruese, forca kryesore e tarë që punojnë për të ardhmen e këtij vendi. Por duhet të them se në këtë kuadër një zhvillim i një rëndësie të jashtëzakonshme ka ndodhur dje në Bruksel, në tempullin e demokracisë. Në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian është miratuar raporti i këtij komisioni, i cili raport është hartuar pas një vizite jashtëzakonisht rëndësishme, fakt mbledhëse të përfaqësuesve të këtij komisioni të kryesuar nga kryetari i komisionit David McAllister dhe të përbërë nga përfaqësues të rëndësishëm të gjitha grupeve parlamentare të Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian. Ata erdhën në Shqipëri në misionin e Shën Thomajt. Po, t'i shohin vetë të gjitha gjërat në vend. Në morinë e informacioneve të dërguar nga gjitha anë, ndër të tjera dhe nga opozita, nuk e fshehim ne këtë, ata erdhen t'i shihnin gjërat në vend. Dhe nga kjo vizit mund të them se kanë fituar shumë qytetarë shqiptarë. Kanë përfituar shumë qytetarët shqiptarë. Edi Rama ka 3 muaj që akuzon opozitën se bën denancime në Bruksel, duhet në jemi krenar, se kemi mbrojtur interesat e qytetarëve shqiptarë nga një armik i shpërftyruar i tyre. Nga një armik i egër i shqiptarëve, i demokracisë, nga një njeri që ka sjell moral të qeverisjes, moralin e etërve ti vrastar.
nga një njeri që ka vendosur parimet e regjimit tetërve të tij si parimet të Shqipërisë që ecën sot drejt Bashkimit Evropian. Nuk ka krenari më të madhe se sa të mbrojnë me ndershmëri, me sinqeritet, interesat e shqiptarëve në Tiranë dhe kudo në botë. Por t'jemi realist, ky raport i shkëlqyer nuk është, ne kemi bërë punën tonë, por nuk mund të themi se është merit e jona. Jo, është merit e atyre burrave, grave, që erdhen në mision me vlerësimin më serios për gjendjen në Shqipëri, erdhen për t'i parë gjërat në vend, për të vërtetuar. Dhe takuar me faktor nga më të ndryshmit të shoqërisë shqiptare. Dëgjuan të gjitha palët, u njohen me dokumenta dhe ajo që është ana më pozitive se ky raport i hartuar nga socialisti Andrea Shqider dhe ja menduar nga deputet të grupeve tjera në raport unanim i komisionit. Mund të themi se për herë të parë në historinë e Shqipërisë miratohet një raport i tillë. Për herë të parë. Dhe njëherë ne këtë raport do ta kemi program pune, po, aq sa na takon ne, do t'i përgjigjemi me të gjitha mundësitë tona, bazuar në atë parim që thot raporti, integrimi i Shqipërisë duhet të jetë merit-based, i bazuar në merit, e thekson jo një herë, po disa herë. Dhe ne të tillë koncept kemi. Meqense se censura është ligji i mediave të kontrolluara nga qeveria, do kërkoj dhe mirëkuptimin tuaj që ta ekspozojnë pjesët kryesore të këtij raporti për publikun shqiptar. Se përndryshe ky mbetet i fshehur. Mediat e kontrolluara nga qeveria ose lexojnë çerek rrjeshti dhe bëjnë gjithçka për ta relativizuar, për ta interpretuar sipas oreksit tyre, dhe këto janë të papranueshme. Prandaj raporti fillon që në preambull që në hyrje me standardin europian. Duke qenë se besueshmëria e procesit zgjerimit varet, thot raporti, nga kushtëzimi i rrept, progresi bazuar në merit dhe zbatimi efektiv i reformave në vend, vetëm miratimit formal të legjislacionit nuk shërben.